emisionin tuaj dhe tuaj në Këshia Show. Faleminderit publiko që gjithmonë i kemi prezant, por faleminderit edhe sponsorëve, atyre që mësojnë realizimin e këtij emisioni dhe ja normalisht janë prodhime vendore, është uji Sibura. Një shishe uji Sibura është një hap drejt jetës së shëndetshme. Faleminderit shumë pronorit Suleman Goçi që bën këtë ujë të mrekullueshëm. Pak do ato gjithë se janë prodhime vendore. Vjen Aronia, po ashtu është prodhim vendor që ka filluar edhe me shije të reja. Për shembull këtë lëngje të Aronisë keni me shije të Drezës edhe të Mullës. Kam filluar me lëngje të reja. Faleminderit shumë pronorit e Sa Berisha që është prodhim vendor dhe është 100% natyral edhe që është me veti shëruese. Faleminderit shumë. Në Spitali Medical Park, aty ku jam operuar edhe kam humbi 23 kg peshë. Gjithë ju që dëni me pos një trup slim fit, shkoni edhe vizitoni Spitali Medical Park edhe caktoni terminin tek doktor Remzi Goçi. Faleminderit shumë. Si edhe është Gear Group SHPK me ndryshim profesional, gjithë juve që ju do të ndryshim profesional për dorsëm edhe për restoranën të dorsmave tuaj, i gjeni tek Gear Group SHPK. Faleminderit pronorit, pushtrimi i tij do të gjithë e madhe se janë prodhime vendore. Shikues të dashur, sonte do të flasim normalisht për aktualitetin politik, për zgjedhjet që ishin, për fiturën e vetëvendosjes, edhe për me diskutuar lidhën mbi këtë temë. Sonte kam të ftuar musafir shumë interesant. Musafiri por është vërtet interesant se ka kohë që nuk ka dalë nëpër media, por flitet shumë për ta, sidomos nëpër rrjetet sociale. Ai ka kaluar nga partia vetëvendosje në një parti tjetër, edhe pse ka bëu premtim këtu në emisionin tim që për asnjë shumë edhe për miliona euro nuk do ta ndroj vetëvendosjen, ai ka vendosur me ndru. Me neve sonte është Albert Çavoni, e ftoj me dorëtogitë të mëdha. Albert do të më thonë edhe në prezantim e thash, faleminderit shumë që erdhe. Respekt. Do të gjithë edhe herë për Albertin. E ke thonë këtu në studion tonë, na shtat kujtohet, ke thonë që miliona euro më dhon, unë s'dal pi vetëdus. Është vërtet çdo gjë që kam thënë deri më sot i qëndroi pas edhe fillimisht në vendin me përshëndet juve, këtë publik mrekullueshëm, gjithë shikuesit edhe një herët shfrytëzorasin pasimi tani më një herë pas zgjedhjeve të uroj përfituar në lëvizjet vetëvendosje gjithë aktivistët, përkrasit dhe votuesit e saj, sepse tek e fundit Kosovën e kemi bashk. Po t'ja jemi vetëvendosje jam PDK tash valla. Ndërkohë nuk kam vetëvendosje, po siç e kërkon tradita e zakonit, na do të mirujmë njëri tjetrin për çdo sukses pavarësisht apo i tumin mendimet e tyre. Bravo, do të vite për Albert. Albert. Po tash apo dalni me Makallaj në Skënderaj, me që ke dolën PDK se përpora ke pas shtirën në çudi. Po unë po besoj që pejt natën 9-s tek nina Kallaj është me dol ku do në për Kosovë. Po te ke pos kur ke qenë me vetëvendosje, ke pos let me dol Skënderaj drejt kallzona. Ndëgjë. Nuk është që ka qenë ndonjë rrezik i madh. Ndonjëherë edhe unë kam qenë brutal me disa reagime, me disa çështje të mia, kështu që po ndoshta për aktivist të PDK-s tash është pak më ndryshe sepse është ajo me kfil. A u malet. Po dhe më mirë. A u malet me dol tash. Po let ka qenë gjithmonë, po them tash është një ajo duke qenë se Skënderaj është bastioni i PDK-s, tash u dëshmuan këtë zgjedhje. Po çfarë do të them se ju që janë sigurisht po do të them që janë njerëz tegër se tash për poshtë bastioni i PDK-s. Jo, ta unë të jetën aq sa mburrem me familjen time, më shumë mburrem që jam Drenicak. Edhe për mua ka Drenicak të keq, po as kosovar të keq, as shqiptar përgjithësi të keq. Pas më tepër Drenicak, se Drenicak ka kallzu vetë gjithmonë pe Tajr Mejës, Shaban Polluzhës. Çdo herë me Breza, Amedelia, ko shumë drejt tek Jasharajt që ka dhënë një huan që gjithë bota ka dëgjuar për ta. E vërtet. Po edhe Kosova në tërësi, edhe tryja shqiptare kudo që janë, gjithmonë kanë dhënë më të mirën. E pse një me dule Albert pe vetëvendosjes? Drejt më na kallzu. Cili ke ajo, domethënë piknisja jote që u nervozove me ta dhe ikje prej tyre? Çka do të flasom, do është komplet kështu me payment sisteme. Ato që kam pone, e kam thonë gjithë se nuk jam peshman që e kam kontribuar vetëvendosje, sepse diçka që kam bërë me dëshirë, pa më detyruar dikush. Nuk kam pas shamall kusht as detyrime, e kam bërë me zemër, me vetvullnet. Po ne jam i bindur në ato që në vetëvendosje flitet shumë për meritokraci, po veç meritokraci nuk ka. Unë nuk kam po personalisht, uroj që të ketë, po me sa ne kam po që kam qenë shumë afër atë, nuk ka meritokraci. Pse? Çfarë aspekti? Po në shumë aspekte, si në vlerësime njerëzve që angazhohen për ta, si në trajtimin e tyre. Unë jam i bindur edhe nuk jam peshman që jam largu, sikur se nuk jam peshman edhe që kam kontribu. E kam bërë pa me vetë dëshirë. E vërtet. Atë ka kushtu Albert?
Do me thonë aja që ke bo për vetëvendusin atë ka kushtu kështu për më një jetë përditshme kështu? Që është me thonë, duke qenë si aktivisti vetëvendusës, ka ndodhur që janë botën edhe i famshëm për shkak që ka marrë për një rajonit që fillimisht njerëzit nuk kanë besu. Po vërtet. Se u pat kriju një narrativ që në Drenicë nuk ka njerëz që po guxojnë me dal aq vrullshëm hoptas në përkohët Albinit, e këtë narrative ku më thyon, se kur ka vullnet, njëri me po diçka e ban, pavarësisht të janë Drenica apo ku do të qenë Kosovë. Edhe Drenica është Kosovë dhe është mirë që edhe në Drenica në qytete të tjera mu respektu mendimi i lirë, shprehja lirë. Atë ka prit Bedri Omzan takim se e kom po një foto? Jo, ka qenë, besoj që nuk e kom fshehur lart, që ka qenë e rregulluar. Me ai, ja? Me ai, po. Po kështu e ke bo ftesë për takim kur ke dal pi vetëvendusin për Jo asnjëherë. Jo, a? Jo. E me Albinin kemi po që shkruan me kryeministrin Kurti, ke shkruar më herët. Tash ti kthen mesazhat më shkrua ju. Po besoj që ka punë ndoshta më të mëshme, më të rëndësishme se më shkruaj mesazh. Edhe Albina të tjerë. Po për shembull ti kthen mesazhat tash më shkruaj. Po besoj që nëse e kisha shkruar, jam i bindur se ndoshta më kishte mesazhin. Po, a? Sigurisht. E a ka ndikuar për shembull kjo dolja jute prej vetëvendusis PDK ka ndikuar Skënderaj për shembull? Në vota. Do që nuk du me i morë ato meritat që a ka ndikua apo jo, po ajo që ka u po në këtë rezultate, shihet se nëse e morëm krahazimin e votës në Skënderajin 2021, 2025, po regjia nëse do e koni foto, nëse rezultatet monesh e këtyre zgjedhjeve të fundit, numrat po tregojnë që ka ndryshime, tash nuk e di për shkak të temën apo për shkak të vullnetit qytetarëve në komunën time. e ka regjia një foto nëse zgaboj, po që kjo është? Kjo është rezultati i këtyre zgjedhjeve, 2240 vota. Nëse keni rezultatin e zgjedhjeve të fundit, dhjetorit në fakt, jo nuk është kjo është tjetër. Kjo është i këtyre zgjedhjeve. Po kjo është tjetra foto është po. Do shta ka në ato, kjo është e zgjedhjeve të fundit në Kosovë. E pse Albert Pengus dhe ju në për mesazha kështu në Facebook që e kom po tash të vëdhe ju në? Po, unë e urrej atë qasë që në mundësin që pavarësisht cilat do qoftë parti politike me shpall lufta ashtu medjave, sepse na kemi pas regjimet kalumen që i kanë luftu media shqiptare. E ki fjallin për debatlusin që po dojnë me mbyll, a? Po, sot në Kosovë në lirën pavarën, pavarësisht media, unë nuk e di pse po dojnë me mbyll një media kur vazhdimisht morën pjesë taja. Na e kemi ponë këtë fushat edhe deputetëve të vendosjes, edhe numrin 2 të vendosjes. E pse mendon ti që po dojnë me mbyll? Si mos teje? Po me sa po shohën po vlerësoj se i kanë shu nervi vetë vendosjen. Edhe po më duket që të kjo humbja, nuk po quaj humbje në aspektin që kanë dalë fundit, po në raport me ato që kanë kërku, 65, jo më është pak më shumë se 51. Në raport me kërkesën e tyre kjo është humbje. Sepse edhe në zgjedhje gjithmonë e cekën thojnë pragi vetë vendosjes është 50%. E kjo në kupton që se pas ka kalu pragin, pro. Pa e ftym edhe kem sonte edhe një aktivist të devotshëm të lëvizjeve vetëvendosje dhe fan si Albin Kurtit. Ai nuk mendon si ti, ai ftym sonte? Me dëshirë më të madhe. Është njëri që me BMW që gjithmonë kudo që është Albin Kurti ka qenë live, fitim Krasniqi e ftym me dorë të gjithë. Hajde fit. Me të pse edhe me të pona ke ora?
janë të vazhjit më të mirë që gadimës. Gadimës. Pa. Kështu që i në gjabë. Ata që dojnë me tirë për dorës ma mujna, Po, më që se këta s'nojnë vish për Albinin. Dzoni A është. kënojnë për shembull më liru ashimi ta? Po, që ja vëdho lejen bëva kja kënojnë, ama kënojnë edhe për ata, se ke shqiptarë jena, pse jo? Faleminderit shumë dhe, bravo, faleminderit. Do të kitje për Fit, mirëmbroma mi se edhe, faleminderit shumë që edhe. Faleminderit që na ke thigjet. Që shka lutë me në fest? Super kina kaluë. Ky fest na bën edhe këtë. Po, unë Te quhura ma të mu e fiturën. Por jemi bravo. Ja, shqiptar jena. Hey, ma ka pa po bërë. vitem. Po thojnë që s'keni kalu bashkë mirë në zgjedhje. Kina pos një luft me kejtë balkonit, së është pa morë për asy këtë partitë të në Kosovë, na kina pos e 5 jashtë, sulme. Do me thonë unë e personalisht jam i knasht edhe me qëtë fitore që e kena. Po jo, kumni që për shembull s'kan marrë pjesë shumë deputet aty, as që në kont knasha shumë. Deputet ato, që di që më thonë, e kam bërë një gabim, ama që atër ditën për fitore, Albin Kurti ka dhonë një deklarat 5.000 të mëjtë. Nuk kanë qenë ata. E shohë vanuni me për Albini, thëshin ka nejtë me dejur në zyra, për me a? Jo, ka nejtë ato, të festu ka nejtë veç vetë, dhe ne dhe junën. E lojë me dejur në Albert? Jo, jo. Shtu po thujnë gazetorë, sonë ju. Ato rrena, ato shpifja, ato sene, largë pak, largë. Kjo festa e fundit e ty në konë se kur del dili po një farë ftëfti madhë. Që shet dilin të rëzu, po të në gratë nuk ka. Po une jam qaj që kom festu me BMW, ja kom që BMW në ato, da me thonë edhe grupin me të pona. Unë jëm koni knaqët veç që s'ja kina lonë juve, PDK-s, LDK-s, EAK-s, me qeveris, me lisën sërbësa. E pse mu më pëllu juve, Albertit? Ani dhe po tha. Këta, menimi jam është, Po, që e kam posë këta neve që kanë më naqu minus 40, e më t'ja krisë këta me lisën sërbësa më bëbashe me formu qeverien. që kjo konë qëllimi opozitës për thua? Menimi jam është, unë s'po thonë për krejt, ama Po, dhe? menimi jam Po. është që qështu e kam posë atëvar qëllimin, ma mërmenja muë. Ja, Albert, ta mërmene ti që kam posit qëllim? Na e kena detyru edhe me mua, se në full vera të qiqen me urtë të tona. Këtë na e kena detyru. Edhe si liqen një votu e kena detyru na. Ato sene... Kështu që unë përgëzaj fitimin për një kontribut që jep, vërtet kjo e ban kështu me zemë. Vish një t'kje që e ko, BMW mëse se ka që Skënderaj. Drejt ka të zëfitim, mëse se quve. Qëre, unë jam simpatizant i Albin Kurti. Aha, Thoja që jam ma i flakti, edhe Po. menimi jam është që unë nuk jam kur far interesin, nuk kam pej vetë vendosës, unë përkroj personalisht veç Albin Kurtin. mërë keq me thonë, po do të me thonë paqore që fitim krasni që është në fushotat Albinit ka hub 1000 euro pa në i farëlloj interesi. Unë jam dëshmitore vetë. Po, ato sene... Dorë të gjitje, kjo meriton dorë të gjitje për fitimin. S'ka lip, s'po lip posta, përshe, ka investu njëre, s'po Unë lip kom posta. investu, këto i kom bo për thmitë. BMW-m si se quve në Skënderaj. Ja, BMW-n të kalë dhe s'kom gëdu me që. Në Skënderaj. Jo. Se më kanë thirë, më kanë thonë bërë BMW-n, në tonë kiton, jo kom thonë, o djemë, qëre. Po më vje që mos mëna me prunë. Kanë thonë pse, i kom thonë arsyën, pika por, ato mënët me eskalu si talë. Absolutisht. Po, unë s'kom desh mi provoku kërkan. Ketë jenë shqiptarë. E vërtet. Unë e kam respekt për drenit cake, për krejt. Kjo është një fushot, është, s'ka nevoj me provoku kërkan. Unë e kam kontakte me simpatizantat PDK-s, LDK-s, bisedojnë ka 3 orë kota, kejt vllaznijina, kjo është një garë, për mund nuk që pesh kështu. A ki na i kërkjes sonte për Albertin, mu këtu vetë vedusi. Shka i kështë propozu? Ja veç pak të BMW-ja se me ta bësh për mu, po të thamë këtu publikisht edhe të mirë pres me cëllin dëlli derë shqiptarë që vjenë vetur, nëse s'mundesh me shku të sheshe, të banesa e me sohër dush kur dush. Me cëllin dëlli derë shqiptarë. Bravo. Unë si Albert të voli. Bravo, Fit, a ki na i kërkjes për Albertin? Mu këtu vetë vendusi. Albert, këta vja roli janë, se ke bu ka bim. Këta vapet të na, se... Po fitim, Qëre, unë në ty kam respekt. Unë E di, nuk kom hi me faleminderit. kur farë qëllimin vetë vendusje. Nuk e kom desh Albinin për qëllime, apo den. Unë ta kuptoj ty gjendjen, ti ke menu që e nëj farë punën, nëj sen, ke lyp deputet më buhe, babën ta kam bu asambles, ke në regull ato se ti e të në qëtë në Kosovë. I ki kushtet në ryshë, unë i kam kushtet në ryshë, unë ta kuptoj ty votën, apo kuptën. Po, apet është menimi e maj, politikonat po këthejen,
mas 100 vjeteve zdo politikën PDK në LDK, po këthejnë sigur të atën që shkun atë në LDK. Kjo është sene prevolta, apo këpëtan. Amo unë s'kom po s'kur qëllimi. Që edhe në ty kam respekt. Edhe apet thëmë faliminderit, na keni muhe, na ke ase krejt. Amo qa me vë. Kjo është dëshirë. Kam në respekt fitimin e një shumë, aty e kam në respekt shumë veçantë dhe pavarësisht se ku na qenë kjo lumi e aktiviteteve politike, ose politikës në tërësi, se dhe nesër mundën partia që tash jam ne, PDK jam bo koalicion me VVN, apo dhe për që ta në duhet me ujtë këtë raportin të shëqërë. Si di, kemë borë në shambull për juve dëve sonde, Bedria dhe Albini. Po jo, çdo që është nuk ka të pa mundur në politikë. Çdo opsion është i mundur. Vijat ku që s'keni ju, Albert? Ç'tu ka thonë Bedria Homza, kryetari? Po në personalisht nuk e kisha preferuar një koalicion tillë, vetëm për një arsye se janë dy partitë që e kanë përqollë më shumë këtë popullin, janë vetë vendosja dhe PDK-ja. Në që pe thu për të dy. Bos, ndëgjë, unë tash e kam një provoj kështu. Sa kom qenë në vetë vendosje, ofendimet ma të rënda i kom pos prej aktivist vetë PDK-s. Po tash që janë PDK, ofendimet edhe ma të rënda sa të PDK-s i kam prej vetë vendosjes. Ajo që ka unë e kisha vlerësu shumë, i kisha vlerësu aktivist edhe përkrasit e LDK-s. Kur me ta nuk kom pos ndonjë që shmona i hasëveria në kuptimin e komunikimit edhe të komenteve, komunikimet gjatë të rrjetet sociale kur bëja aktivitete. Po të më thonë që të dy parti e kanë tensionuar shumë situatën në popullin tonë edhe uroj që në të ardhmen mos kemi kësi nivelet të rrjetës të preqarjes. A je në gjendje ti për shembull me çfarë çmimi je në gjendje me paguar për shembull më kthym vetëvendusi, se nuk ka figurë e vogël. Alberti ka dhënë çmos për VV-n. Sobi dën Albert. Fol. Po se këta diasporë s'kan pore. Çish më dhu sopi të sapora? Po dhe. A je i gatshëm për shembull? A një në qenja kësha dhonë, më shumë s'kam. Për me? Këtaktari kanë një qenë publike që kësha dhona? Publike që hajtë ta shumë? A këthej e qasë? Po ti e pe ofertën e erë ta në taksimi? Ja, po bëjnë hajtë. Ndëgjë, po të më honi sërnë. E kjo që tha një farceni, unë me PDK kërë s'kom pas problem. Ti ke pos me PDK, unë me PDK kërë s'kom pas problem. Në PDK si parti ju, po... Unë me LDK ne kom pos luftë të matë modë. E ti fitim një me i shekonë dhe fanë si jashim thoqit ma erë, ta është të vërtit? Po, normal. Por ora këtë familje e mjën konë me LDK, unë e kom përkra hashim thoqit. Edhe ta në mas nej pej 2021 se përkraj Albin Kurti. E me po më lirua, e bana i BMW për hashimin? Qëre, unë e kom thonë edhe në dësane tjera, e kom posë një marakle BMW-ja, që kire vjetra. Po. E kom posë një Mercedes 64-ës. Edhe ju kom thonë, qa dhe që të lirua, ta shim thonë që në kom e dalë në aeroport me prit me të pitë kuqi. Bravo, da të gjithë. Unë nuk kam i noti, nuk ka pjesë e jam me full keq, për ushtarët e Kosovës, ushtritë shtirimtarët Kosovës, kam respekt për ata dhe ju rëj i shalë sa më shpejt dali. Senun e personali me ta s'kam. Qa kam bo gabime, është gjikata, jenë senet, do me thonë, zbo me full për ta. E me Albinin qysh një është me për vitit 2021 më duket, nëse s'ka bërë? Për vitit 2021. E qysh një është, do me thonë, a ne ka zëmë bisedën e por me Albin Kurtin, qka të ka thonë atë, kujtu 2021? 2021, ka orë në Ljubljan, edhe e kina prezentu që të BMW-n e porë. Po. Atëra, me Luanu konë edhe aja, e porë. Po një bata njës pak njerë me ahub, ta ne këta të LDK së më nërvëzëshin kështë hala. Ta ne e bata qitë e Leonin, jena ta kun Ljubljan, ja kun prezentuve, edhe një fjollë, pa ta thonë, a bo me bu një fatë me vjësë asmonë. Po. Edhe ma pa të buaj që sojnë. Edhe e lasha, që me bu, sa është ta buj një fatë me dëtë, apo dhe me vjësë... Që sojnë atë Albini për vjësë? Qa është në ata ekspert, dhe që isha dhe në ftëf, një farë ftëfësia, ka posë që shpës fillimit. Edhe kina bu me Albinin një fatë, respekt. E të kishë rodhë me ututi me Albin Kurtin për Gjermonisë, e ti diasporë? Po, pe Berlinit ko morë, të eri... E, qëka të ka thonë, hajtë kalë zëna drejtë? Valaj, që sti vërsenet, mua vete, respekt. A është kështu dhe me thonë që nuk harran dhe me thonë Inagji? Ja, Albin Kurti, drejtë kalë zëna vërë. I ka dhe sene pak, a din që është
strikt që thuin, mu më pëlqen vetë Serbijës kur që s'ja folë. Serbijës a ke poj, jo bje hungve gjithë. E vërtet është? E vërtet, që ajo e vërtet. Komtar është po. Ajo E çka të ka thonë në aeroplan, ka zënë drejt? Ko gjopë shtë. Për media, për ke ka pak. A të ka zëke që këmë javë ka 100 euro para zgjedhjeve ju? Ja. O djem. Që tu para zgjedhjeve, mas zgjedhjeve, këtë që 7 herë të edhonë që të bore. Ama gjonë të mu e veç një thmit Kosovarit që del me lymë në rrugë. Ndeshe në Ferizaj, ndeshe në Prishtinë, ndeshe fush Kosovë, une nuk jam të po një thmit Kosovarit që del me lypë me thonë o gjamanjera për bëk. Unë jam vetë gurbeqar, mu kanë dhimë për pora. Se të ke për bëk s'ki qare për edhonë. Do me thonë, që ta është e kena një farë sigurie tjetë, për bëk asë një Kosovar s'kjek. I kena do që i bimë për Shqipnijët që të në për rrugë që i maltretojnë, që jesin rrugë, ama thmit Kosovarit s'kena. A që shtalber? Falje realitetin edhe te. Zakonisht. Për bëk. Albert, a ke mona e mesazh kur ke dollë pi VV-s prej kultit? Pa keq kuptime, po kë fuli për fushatën e vitit 2021. Tash nuk është bashkë e hishme kur të bësh ti fushat me një aleat në Kalicën edhe me Hoqësoj, është pak e rëndë. Ti po ba fushat, pra po dhe për vjosën që i ka thonë Hoqësojna. Edhe po më duket që kjo nuk është fort para një mirë. Po, më të ka dhënë drejt. Është e rëndë. Vjosa i ka nimu Albinit, Albini ka nimu Vjosës, që të që e konë. Po, 2021, unë e folje veç ka realitet. 2021, Vjosa i ka nimu Albinit, Albini ka nimu Vjosës, do me thonë, 300.000 vota i ka pos Vjosa Osmoni, këta kanë menue që tash në LDK pja bjen 300.000 vota LDK-s. Këta o krenojshin që LDK-ja kanë me dalë të partë. Është e vërtet, ajo. Ja, dhe ata e kanë ditë zëtore. Albert, për ta veç me Albertin, a ke mona i mesazh konkretisht për kryeministrit Kurti kur ke dalën në PDK, drejt kallzana? Jo, nuk kam marrë. Ose për ne kujt të madh kështu, na më fal bashkënjohësit. E kam një respekt madh. Nuk kanë shkruar, s'ka pos asnjë mesazh. Atë kanë shkruar për shkak më thon pse dola, pse? Po s'm kanë shkruar mas zgjedhjeve kur jam kanë atë, e po shkruajnë tash. Kjo realitet që vetë vendosja fort simpatizantat si këqyrë, fort. Po asë një parti, si këqyrë qash, po asë një parti heq, na qojna thejna dhëm të nditën e të notën a për t'i këtu kasene, unë e për veti që Alberti kështë. Nështë ta në me sëvetin të të rvina mas koalicionit, që dhjetë heq, për që ta po për që ta për thamë është e morën modelën, për që ta morën asontë se... Nështë ta veç ju dy porti e mrini për president. Unë e bëj këtë farsen, që të farë fushote e bëj për thmi tonë, ma merë menja mu, personalisht që është Albin Kurti ma i miri pe kejpe. Edhe simpatizoj. Nesra me bu Albin Kurti një gabim, që më pengon muë, ose shtetit tonë, unë e këmë konë kundërshtarë ma i forti Albin Kurtit. Një besë për ta u qitë. A pajtojsh me këta që i pëthënë për shamë Sami Lështakut, Sami Serbia, Jo, kjo gjuhë është shumë e keqe. Po edhe Sami Lështakut që i thetë, unë e du ma shumë një shkotë Beogradë, se Albin Kurtin, aja ka gabim, këto sene ljeneve djemë, se nuk i ka hije kësaj farë bote, mu përlau për këtë varsene palitit kote. Edhe një njëre që e thuj një ushtarë të qëkës, a i s'ka shpyrt, a s'kur gjajt, s'po di që më thonë. Bravo, dartë të vite. Kjo më rëtëndë. U fitim, e pse Fatës Gjeci, a menon që i kanë diku të Fatës Gjeci, ajo fjalimi ti kundër kreve të qëkës, pse hupi vota ka shumë? Po normal, kanë diku, po. Edhe ju personalisht, a jeni pajtu me atë mendim ti? Unë, që të gjuhë, thashë në se i përkroj asë një heqë. Se kejti kanë meritat e veta. Do me thonë. A që më thonë që kur o konë president, unë jëmë konë krenar, kur e posha në televizion, është që qëfar presidenti kena të mirë. E ka pos, kohën e vetë e ka pos, kur o konë i mirë, e sene, apo këpëtën. Që e valje ka pos, ashtë më thonë, që e kam pos krejtë ren, tash e ka Albin Kurti. E në biseda privote, kështë se ty të karo menet me Albin Kurti, veçanërisht fushatën e fundit. A e përmen? Ja, këso here, asë një foto se këmë bu. Po foto jo, po menajt ke... Jo, edhe menajt, s'kom nejt, se unë nuk jam asë njëre që shkoj e dem... Pa ata ka përmen kështu, Hashim Thoqin gjatë biseda, për shambull, qëfar mendimi ko për to? Me ta s'kom folë se biseda gjata. Po nejse te, po në tavalin kështu gjatë biseda, ka përmen? Po hecë s'kom folë në me Albin Kurti në kor hecë. Edhe me qëta deputet, shka i ka vetë vendosja, unë e s'jem njëre që shkoj... Po mu taku fitim na, i kena po foto? Po jom taku unë kështu. Bletë. Përshetë që mbletë që po thotë. E kështu në kove, kështu në biseda? Ju, a? Qëfar menimi me nënë që i ka kohë për kredet të uqëkës? Qërej, të sene jo i këpëtën e në rishë, a i në këpëtën në rishë.
do t'i beso kur del Albin Kurti që ato, kur t'jep në i deklarat, ta beso që ta i përqit se kuptojnë që ato. A man me një fjalim kur që thët, a dini mu më tregu që ju treguve. Aja ka tjetër but, na e kina tjetër but, na kina qep, a i të full një sen që masa ne e ty të rrugë. Shto që 80% parlamentit tyve ne kuptofshin që do me thonë Albin Kurti. Albert, a menon edhe ti çështo? Unë besoj që nëse se tash do më kthy pak në zgjedhjet e shkurtit, ka qenë jashtë për në fjalor. Ka rënë 40% për votat e Kosovës. Pastaj dietur e ndryshoi pak strategjinë e fushatës me një fjalor pak më të butë, më të qasshëm. Edhe i mor 51%. Edhe me dalti me i thonë pavarësisht se tash ata janë hangër, nuk i ka kundërshtar politik mo. E nuk e di kam i pas mo, a kam qenë ato pjesë politike. Ka terma tjerë para se me i thonë shembull edhe slirimtar edhe zullëmshar. Ti ki terma pak ti je lider politik. Jo thet shteti. Mos na jep shembull një gjuhë rrugashura shembull se i kini 100 terma tjerë ku mundesh me fajsu tjerë për kesh përdërim mes pozitës ose të pushtetit. Ka plot terma tjerë. Pse bash shembull është dyqysh shumë ka qenë ajo prekse, ndoshta edhe për vetë një pjesë votuesve ti ka qenë pak prekse. Po të ka thënë rezultati. Shumë keni hubeni me fitim? O, na nuk kina hub. 134.000 vota minus. Që kjo gjua që Jo, 20% kanë hub. Jo, që kjo... Se 65 kanë parashiku, 69. O, leni këto sene, këto e kom veç propaganda 80-90, unë e ta kom qute 95 TikTok. E më zë isha njerën shkaj e 95 kina me fitu, ato e të qënë Jo, kanë fushatën, e kom dëgju. O, fushatën e tjetër sen, të jenë... E pse i keni hub të vota? Pse mendon? Çka mendon që kanë? Kjo Albin Kurti ka thonë që atë fjallë. Po mendoj që janë pahishme, ka terma tjerë. Po me kuptu pak një sen, do me thonë, ti e konë ushtori UÇK-s. A e konë ushtori, pezona është. Tash mu pasonu ti në kra që aty në tri shkënja torta. Ka da dalime, më një mi bu, a i nuk e ka thy kërkan. Pse i keni humbë çdo vot, gjithë të vota? Shumë janë 134.000, po ti ka humbë, po ka humbë. Po normal që i kena humbë, po djem. Pse? Se ti ke Pse? I na konë kënë në Serbisë. Serbia ka shtipore, sa ka muqë. E kube ka shtipore se këtë? O, ka shti, jo, të... Sadria. Albin, bu. Ka shtipore. Na e kina posë këna kejtë balkonit, një Albin Kurt, ka fitu, o djem, kjo është premi. E pse një me i thëni Albin Boba, për me? Qërë, Albin Boba, ne i thujna që është për Ti politikë. fitim si i Albinit. Unë nuk jam i Albinit, Po, dhe se Albin Boba. ama për politikë na i thujna Albin Boba, për politikë. Kuptën e këto, mëse kekni për mene. Për politikë, është Boba i Kosovës, edhe u kryje. Albert, a oj Boba i Kosovës? Ne quhen këta, edhe 50 herë të kena vota, 50 herë kena me mujtë. Albert, a oj Boba i Kosovës për tyje? Po besoj që këta që janë halon në karriera si për do të më dëshmujtë nëse janë baba. Asa edhe nuk më baba, nuk e më hëj. Po do të më dëshmu halon. Për politika i ke thonë? I kom thonë, edhe së më hëj. Po në që se këthejmë në mropa, me po ato që kanë po tjertë ma herët, me këto që kanë po 6 vjetë, shambull, nëse o për të baba i politikës është që ka qitë vullën në konvent që ka shkollë pavarësi. Dërë të gjite. Projekt pa malë, Kosovë s'ka se pavarësia, të që të mundi dhe projekt pa malë. Unë e tregova më herët, janë respekt kejti... Me që shola sonte nuk ris buksi. Jo. Në kështu në aspektin politik. Krejt, unë e thashe më herët e cika, kejti kanë meritat e veta. Albin Kurti ka meritat e veta që Serbia nuk të le me morë frim këtë heq. Veri ju në ta ka shliru Albert Qaboni. A shkoj që atje dhe që Albin Baba në veri, për para ke mujtë me shkue. Dhe gjë, nëse ku më hu kërë edhe ka qenë... Veç po ta bëj një Po bitë. sa të thamë nismat më të mira që këna po kanë qenë nismat në veri. Po ta është nëse të e më hënë kontributin atyre që kanë shliru të është O, kërkosh nuk ka të... Edhe e lënë të për shambull O, për Albert, po s'keni me bu fëshot me njerës, sigur LDK-ja hinë bo fëshot dhe bë rogova. Ju tjerë dini... Po Me një vota në Kratashim Thoqet. Po ajo është partia tina. Jo, nuk ka partia tina. Nesër mos më konë Albinin vetë vendosja është partia Albinit. Nesër mos më konë Albin Kurti bjetë sukur PSD-ja, o vlovë jam. Albini është ty... Qashtë holla se ne? Albini është ty la. Keni kohë 3 janë ashtë në Jo, duhet që të fitën.
Jo së ngrini mo në të naltë. Sot a kena në Albinin. 50 herë shkoshën vota, 50 herë të bonat këm mja vicë në A do në më shkulla 15 vjeshtë? Ata s'dite. Edhe 7%. Edhe tjetë. Po, apo të pëlqen një video që e ka shpërndo Galigesi që keni festu? Po, qytet e ato në... Hajde? Hajde. Nale, mjaftë edhe gjia, falemderit shumë. Apo i të është me qëtë Galigesi ka shpërndo këtë Po, video? ka dalë ato, a dhe mu më kalëzu, ku shkeq atë? Ha? A kenë qiptore, qa kenë ata? Jo s'kem po e ka krasu atë festën e juve me këta. Festën e atina, a bëdo më ta E pse krasë. po të keshet vite? Po më kesët që kjo... Papi për ngjon, se o kon njoni me sahane me të nxjerë Jo, Eh? kjo nuk e për ngjon. Pse? Kjo është, s'po di që më thonë, në nivelin shumë tullët e ka krasu këtë farë festën tonë me që ata majmuna që e qiti atë. Ata A pëlqej ty Albert? Unë s'di ku shenë ata majmuna, Mu do kështë harauke. ajo është, s'po di që më thonë, ajo është një postim nivelit shumë tullët. Pse? Qyshe krason një shqiptar me ata më gjëpë, me ata farë. Ja mos i fyze me thonë. Okej, kejnë regull, me që ata farë, ajo është, këqyre ta qëva atyje. Veç për më ta vërtetu që i për ngjon, sonte e kumftu se Jo, ka da, nal. Qëre, unë e këm që BMW-jen ata, Po? të ponat i këm marë. Ato turp, Jukoft, media, Kosovare, unë e bjë thamë, Kosovare, që të shajkina media në Kosovë, që këqyrin një njëri me aftësi kufizune, me monë pytje, kjo është në nëshmim botëror. Pse ka kanë këshirë me mo? Po i kanë morë do që ato, një avë këm pjekë pëjdore, kjo është një njëri me aftësi kufizune, s'ku të s'ki drejt me morë asë të sa drejt. Kush e ka morë? A ka morë të media. Tjetra. Amo na e kena po, më falë vitim, na e kena po një Po, njëri kejnë të rejt, festu me sahane, me O, me tepsije. kusi, unë jam që ki me kusi, unë ju më përlo me këta LDK-s në Lipjan, ju këmë thonë unë se ma bëj që kina më të arzu leonin. Po? Para që ty në zgjedhe, Ha? kina më të arzu leonin, edhe ju këmë thonë, unë jam fitim Krasniqi që këmë ja vrejt e neqen me 28 vjetor me disqeshin Prishtinë. Ha? Edhe këmë marrë një kusi, edhe javë kina rejt e neqen. Do me thonë kjo, një fjole e mëqme, a ke po që thëshin të rejt e neqen. Që ato konë qëllimi. Edhe me festu, dikush këcen, dikush luran, dikush ase... Veç edhe një diçka, e keni akuzu ju, se unë ja këmë thonë në sy Albert Shabonin, e keni akuzu që i ka morë, ja, por e kështë shasi keni thonë kur ka dollë këni. Pse? Por e ka marrë, kjo është e vërtit. A që shtë të kanë shpërbi gjinja, ka posë nevoj, unë e për vetës, mua dhe mu më kanë ofrue, halal të koft, na keni muë, po qaj ke bua të sen e jem privatet të unë, së mëna më thonë valla Albert ke bu keqa në i sen. Kishin bo ma mirë shambull, Ja, edhe nëse më kanë ndimu shambull vjetë gjatë verës edhe në 7 turë kanë fillu fshata për zjedhet lokale. 7 turë, 8 turë, 9 turë kanë qenë valotash i 10 turë nacionale. Kanë pas kohë 5 muaj me të regu që më kanë ndimu, po e gjetën pak ma zjedha ma bëtën. Edhe pra ata, jo që më kanë bëmu diçka, se unë e këmë këtu, ta i kanë pas dyshe dëshira. Partia ka pas një dëshirë me shujt gjusën për politikës, që s'ka shansë. Edhe jo fitimin me po shumë fondsat të vendosës kanë mënu që e shujnë Albert Rënice. Nuk mund është ti me shu zonën e dekojna. Edhe e kanë cilë një model të rritë sulmit, që se këna pas kërë në tradit. Sulm mbi baza të humanizmit. Unë e di që na im human, veç nuk e di që kanë ndodhur në erë në histori tonë, jo veç pa mas luftës, po deri para luftës, deri më sot. Hera po që dikush e sjell një model me godit njërin përmes humanizmit, janë aktivistë të vendosjes. Unë për janori, deri në shkurt nuk pas një reagim. Unë te dënë ku kumor këtu kum thon prapë jam i vetëvendosjes. Po. Po duke po gjatë orkestrim sulme gjithaj. Unë edhe sot nuk e kam fjort çka ka ndosh me thonë çat mesazh. A ka qenë ndonjë urdhën prej lart? A kanë bërë vetë tillë që tonë nuk e kam fjort hala. Kisha pas me ditë në
qëlla konë qëllimi. A e ftym son të kena një aktivist live se s'ka mujt më konë i vetë venduesës. Edhe tjetër. Edhe ai e feston në mënyrë të veçantë. Fitim, para se mua më shaket të thonë, se e kem aktivistin, është të na prit në çmë statusi. Okej, hajnë çua. Regjia nëse mundesh me thirr. Në xhmien çua atë. Me neve son të është në çmë statusi. Hajde leç. Fitim, lihet telefonin. A pi përgjon ajo? Jo. Neç më mbroma mirë se erdhë, o Neç. Po më mbroma mirë se e gjejmë, falenderit. A je mirë si qyshia? Mirë, falenderit, që sheni jo, a jeni mirë? Mirë. Pse kjo mënyrë kësi e festimit kështu me të nxjere, ku ke po kështu o pur me festu? Se me të nxjere ja kemi rejtë të neqen. Po, a? Po, a mund është qështu mja rej ullë se në kom së pomë, së rruki kamera. A mund është pak për kamerën tash me rej një të nxjere? Po, që shjo, qëre? Me gjmi, për ndryshe, falimderit shumë, ti për ndryshe je edhe kusheri jeta statufësit, apo? Po, edhe kusheri jetës jam, po. E që pse me vetë vendusin ti, as je me jetëna? Jo, ne jam aktivisti vetë vendosës pej 2010-ës. A e kon jashtë qysh po thotë Zafir Berisha, vish po ka bën? Jo, Zafir Berisha ja ka qëllu se në Zvicër jam. Ja dhomë në di që im... A dhe një pjesë ka të që çdo një me pos zedhe për Albin Babliokunve. Po, po ti si je, ti jem po dojevë, neve në kanë thonë që i po dojevë si je. Në Po xhme. shfarë për pa djeve se këne jam, a mo Zvicër këtë shme kim shku me herë, veç çdo një me pos zedhe unë shkoj. O neç, apo o neç, ai të nije, ball. Ai të nije. Po, Neç, a ki nonën shkina, a ki je? pa qëfar shkide për e që ti bërë hara ti Zafir Berisha, aja është një... Zafir Berisha, ka doja që është ka thy tyje, që të ka thonë je pjellë shkollë. Votuste, që ata që po festojnë janë pjellë shkollë. Po ata që po festojnë ka thonë janë qashtu po, a i pa A je pjellë shkollë ti, a qa je? O, një shqiptor, bashkë, me në zemët. Ti Zafir Berishën, a e një në herë? A ke po në herë? Unë Zafir Berishën nuk e kom njoft, as nuk kom kaftu që ka thonë e kom thirë të në luft, unë e kom njoft ato si politikan, a i mosëm ka njoft ko. A është marrë për një politikan më qu ty pat njoft heq, më qu pjellë shkollë? Qysh e keni vetit, a keni njërit të vendum? Ano? Po, fol. Edhe që tash, a i të një? Po, fol. Qito senet, ku na pja rej që të ne, që a pja rej Zafirit mi të tregu që nuk je pjellë shkollë? O, Zafirit, qërë ku kja rej hape? Edhe tregojo që nuk... Në... Bal, nali. Ej, me Sofja pas ke pjetit o Neç, vish pak. Matë mire në përshëndes, Irmir Lutollin. Neç, vish pak. Neç, aja, mos ta ka ble këtë epsin, se kur po thot nali ti po nolësh. Mos ta ka ble fitimi. Po ka ble tepsi, këse ka tepsi e së dush. E përshëndes po Irmir Lutollin, e përshëndes Glen Statoc në grupën tonë, e përshëndes Nezmet Terholin, e përshëndes Abdel Berishën, e përshëndes Ismet Muslien, edhe përshëndes gjithë mërgjimtar ku do që janë. Amo ti si e mërgjimtar? Amo Neç. Mërgjimtarin së di që është edhe me fraksion. Amo Neç, ti nuk je mërgjimtar, ka zana drejt burë. Ja, mërgjimtar jam se Zafirim ka po atje Zvicër. Neç, Uaj ke për nxo. Neç, ka dalë, tregojo... Neç, a i të një, o Neç, o Neç. Tregojo se Zafir Berisha të ka marrë, të ka krasu me nëj kanë të njëfshëm që ju ke do kësi ajtë. Ti nuk je gurbeqar heq. Tregoj Zafir Berishës që nuk je mërgjimtar të heq.
Edhe tjetra, ti e të e bo që të fest ashte për i natë tina, për mlefin që... Për i natë tina që ta ka bo, je pjell shkohë. Ti nuk je pjell shkohë. Edhe ju lës kejve politikona. Leni këtë dallavere, leni këtë sene, më se thyni poplit. Sigur tjetra, nal, pret, o shuj, veç pak. O shuj, veç pak. Ne, len të folje. Edhe i lës kej qytetarët, edhe politikonat, me diaspor mës luni. Sigur që na thojshë neve, po vinë shkit me votu Albin Serbien. Kush që një më na thoj neve, kush? Kush nuk jem, bash, qërë edhe një me e thonë. Po pa mërgot, nuk ka sen, hiq. Po neq? Një kërë mas lufte, tonë një në konë me Ibrahim Rëgovën. Në Lëdykën, do me thonë që në konë, këta Lëdykëja burën emën të Ibrahim Rëgovës. Këta të Lëdykës në emën të Qikës. Da do, të mborën emën tyre, do të me vituar me merit, s'ko ta shë njës, zdvet mund lu që shukone të bukon. U Qikëja, i ka të një shkroni atërte. Faleminderit shumë ne që ishe sonte, respektet, faleminderit shumë. E motën e mire ka leo shimir. Respekt, rrejt e pësijin pak për fundesh. Po, Zafirit për Zafirin shkon a petkja. Faleminderit shumë, bravo. Do të kiti për neqin, e. Edhe e pas kanë të pësit mirë. Qëre, aja po arsyja për çka është, për qa festanjeri. Po? Pa ne bësh Shqipunjën, bravo, faleminderit shumë. Faleminderit regjia, faleminderit shumë. Faleminderit regjia. Unë i kisha lutë krejt që me opozit, me diaspor mos lumë. Por mu ne të vinë të votojnë, desh VDK-n, desh LDK-n, desh vetëvendosin, musën të ngërë për farë, nuk që pishtë me. Që kjo diaspor ta ka formu u qëkën, që kjo diaspor ta ka ndërtu Kosovën. Falë shpreje brej, nuk i një posë me veç. Na, jo unë i kom posë. Për gjithësi e kom fjallë. Qështa. Albert, shka me ndoni ti për këtë festa, i përngjojke pakasojt ka një gjecit ajo? Jo, ti në shumë atë që ta është ti, që ato, qëfar feste ka posë PDK-ja. Po, regjia bën e goti qatë video që ta qumë fitimi. Por ka fitua Shem Thoqi. Po. Ta komentojnë a pak një fest. Ani që, hajde, që bën e goti, ve? A i ndjek me një video, regjia ka goti, që e lipe. A i kërkohë marë. Hajde, këshyre qëtë video. Po, hajde. Njerëzit janë nevojsh treguar se si të votojnë dhe për kë të votojnë. Me tepsin s'ko kërkon fitem? Të pa autorizuar në hyje të shumëve. Moral, Albert, jarone. Faleminderit shumë regjia, po. Qëre. Ani de, po. Ka daj. Nale, mjaftan regjia. Nale, mjaftan. Qëre. Ha? Me tepsin s'po shkërkon të Ka edhe. daj me tepsi për në kollo, me bandera atencion të nalë, këni hype e krejt e këni bu, LDK-ja ka bu, kamiona, shlepera ka bu e. Edhe, a i ke po... A më që kjo me tepsin s'ka ndullë në ere. Ja. Veç ape, bërtet shënë thoqe, a nuk të kesh par hajvona shini. Kush të ke hajvona? Ha? Që të të hajvona? Kush të hajvona? Na e këna ofendu këta. Ka një ke ofendu e? Që ta parti tjera. Jo, kërkës si ka ofendu. Ja, kini thonë qëfar hajvona. Ja, kor, heq. Albini ka thonë? Ka dalë me kejtë do konë Kosova, PDK, LDK. Nisoj e kina festu krejt. Nisoj. Do me thonë, vetë vendosë e konë një BMW temën e konë, një BMW. Ape qërë gjatë? Një BMW temën e konë, një kjerë e konë, një. Një vetur është e vetë vendosës, simboli vetë vendosës që e përkra vetë vendosën. Do me thonë, me Shim Thoqi, me Kadri Veselin jenë një 30 kjerë, mas fakti, Kosovë. 30 ka ma shumë, ama 30 pila. A i keni në kambi për mas, a i keni për anë, a liria ka emën. Liria ka emën e keni të postë atje në tavan e keni. Qërë e BMW e më të? Vetë vendosë e ka një BMW. Do me thonë, qa ju pengon kjo BMW? Jo bre, si pengon. Ja për më dojë s'kom bo korti dhe Ja, qa ka keq këtu? A ku më shkru në i sen
sorbesh. Ja, më festimin që i keni bo atë natë për e me o Jo, bre, festimi u bo. Ja, për këtë kërën s'kom një që kanë kritikun e sen. Festimi u bo, për e natit Zafer Berishës që i ka thonë je djallit me Serbi pjellë shkohë. Atës, Ja, s'pajtëra me atë gjuason. Që ky Zafer Berisha ka thonë publikisht që ta që kanë dalë ato me festu janë pjellë shkohë. Unë s'pajtëra, ja. Edhe tjetra, Vebe Kajtozit, që të pjëtham publikisht, Vebe Kajtozit që se dhe punën e kusijës, ta ka zëja rani. Puna e kusijës o konë që shtë se ti, s'halja si ke ranë fije punën e kusijës, asë ke berat bëgjalla. Puna e kusijës është që mi avrejt e neqen, ju këmë thonë, LDK-s që kur të fitoj, këmë i avrejt e neqen me 28 vjetur. E këmë ble kusijën, javë kina rejt e neqen, aja sen të keqen nuk ka. Do me thonë, ju këmë thonë, kina mi avrejt e neqen, i kina më shut e neqës që atë, sen së kja. E më si që u gjinjë... Ja, edhe një grua ish interesant ish, një farë Selvi ish fonë se Albin Kurti dhe dhe. A, në mëre respekt e Në për Gypeka, në për... S'ko lidhje mëre, e dënë, qa ka të keqë atë, kanë dull me ofendu Selvija. Kanë dolla unë me ofendu, am kini një herë të ofendu dikan. Unë e ri me Albertin, ma paj që të ujtë, më në me dalë me shku me pi kafe. Që atë në TikTok sen, unë e kërkën se ofendaj. Se s'jam natyrë që ofendaj dikan, unë jam një fanë si thjesht. Unë e du Kosovën me pa mirë, edhe të nga tjeta. Na kina fitu kështu ashtë. Do me thonë u konë e fetë, s'kej shpontan. Nuk i kina bu, as me ofendu kërkën, se cili festo nëryshe, apo kërtën. Unë e s'jem asë njëri që dalë këcej. Unë e veproj nëryshe, tjetër i knaqët nëryshe. Ty mja rejt të neqen ish, Po, të neqen, ja kom qitë, ja kom rejt të neqen, ato sen t'keqës. Në mo neqë ish ma i furë se ti me të pësin. Neqë është i furë, shumë gjallë i mirë, dhe s'bën me ofendu atë njëri, morë i kohë që i kanë thonë, kjo është një poshtërsi. Du me ngu të pak vitimin. Ha? Që shkojmë zjedhe, a pra të vjeshtë, a ban tani me të arejmë të neqen ty? O Albert Shabone, qëre ku janë qëtë. Ha? Gjitha rejtë të ponët, se s'po thëmë të neqë, se me ty s'këm kërfari noti, Jo, amo të ponat apet i viqëtë, edhe kemi maru apet fiturën, edhe qkufshë me A ta urova? Po faleminderit për ti. Edhe me zamër ta urova. Amo ti fitim fullet diçka i premtuves nuk i dhoa. Thoj me po mu këthy kanati jap 100 euro nuk i... Jo, bë kjo dëshire këtina, unë si thëmë be kërkojnë Allah. Unë e du Albin Kurtin, ma mërë menja që është maj mirë. Sa pore për shemë me bo Alberti transfer? Të nëzoj këshi paguju transferi... Ja, qëra, Alberti tjetër sen... Transferi vjeshtës? Tjetër sen, Alberti që të Kosovje. Ja, ajo që s'bledh me pore, bledh me ma shumë pore, kanë thonë. O, jo, Alberti ka tjetër sen, unë e jem... Po ju të se po dhimën pore të bledh staj. O, sa puna Po ta unë përgjigje në. Nuk e kisha besu që e marrë një respekt, është madh prej krasët për dekes. Në momentet më të vështira kur kanë fillu sulmet ndaj meje prej simonizat në VVS, tek mas dhe dite e kumë po që qëfar beteje po zhvillohet në mërës dy poncave. Këta të për dekes kër i poshë që po mbrojnë mua të, u befasuva se u da me një farë fjallë e kumë të i zarmën, se shumë e kumë sulmu për dekes. Edhe kum hi për hatër tyne, nuk kum hi për hatër të partisë, kum hi për hatër të poncave që i kum po që më kanë prit mirë, më kanë bështet shumë, edhe kanë prit mirë në bështetjen tem që kum morë për dekes, edhe nuk e shbajnë atë punë për kërgjë. Po, a eftojmë sonë të kemë një mësafir të veçantë? Veç e pak dishta më thonë. Po? Veç mësova në se kemë një mësafir shumë Mu kanë special. ofru të farafir të sene, amo unë asë nuk shqinë, asë nuk blina. Një me a është e vërtet, kur jemi të oferta që ti ka unë dikon 3-4.000 euro? Ne, sa të shumë më farë s'po du mi për men, mi kanë ofru poret, amo... E shka me bomë, shka ta në ofru? Qëre, Me donë për të ka? poret janë të mira, kejti dojnë poret. Po që ato sene që mi kanë ofru muë, më kanë thonë dil theje lonin, dil hjeki këto stikirat e Albinit, foto Albinit, me thy lonin, me full keq... Kush ka thonë kështu? Do, sen, do... Najse, që të i këmë po që të kushte. Po unë e të kisha thy lonin, e të kisha pështy Albinin, e të kisha thonë të sene qia për Albinin, unë e s'këm po shtyrë me do ka kur gjallë. Kështu që nisa me bu Albinin një gabim, unë e këmë më konë qaj që i dalë. E vërtet, a eftojmë me kena një mësafir maskenës, është ish ushtore ushtërisë lirimtare të Kosovës, me neve sonë të Shaban Beqiri eftojmë me Duart Rukitjet No. Hajde pasë Shaban. Faleminderit shumë që jelle, me mbroma mi se jelle. Mi se jelle. A do lishtë. Mi se jelle.
Ato e më krylanit. Ja, mirë është. Vazë ke qenë kontribues. Ja, çete këta, ose në mides për shtyp, çfarë mides? Mides. Mos me lëmë morë. Mos jam faleminderit shumë çelë. Por një edhe ti je vjen prej diasporës, po ke qenë edhe pjesëmarrës në luftën e fundit. Ishe shtori shtyllëtimtarët të Kosovës që për një datë video. Por neve sa herë që vinë ushtarët të ÇK-s është nder dhe kënaqësi e veçantë. Faleminderit për pritjen, faleminderit për këtë atmosferë të ngrohtë. Përshëndet gjithë audiencën, shiques dhe gjithë ata që janë me neve në këto momente. Më zgjoj interes për shkak se jam të përcjell edhe më zgjoj interes një prononcimi ose përmendja një emni, edhe ati që ishte më herët me kusia, edhe kisha thonë që gazetarët edhe gjithë njerëz që shpërndojnë ose hulumtojnë situata, duhet me kënd kujdesshëm gjendjen emocionale dikujt tjetër, mos me e keq për dorë. Absolutisht. Për shkak se festa ose pozita e pranimit në informacionit edhe në këtë rast si ka qenë zgjedhjet edhe rezultati që është prit jetë më i thellë ose më i bëndshëm ka ndikue të njerëz dhe ndonjëherë edhe shfrenohen. Edhe karakterin e një njerit nuk mund e përmbledh gjendje emocionale. Aty mundet me shkue në gepek, me hyp ose nalt për miker ose me bë diçka. Por është e turpshme. Ajo është e momenti diçka. Absolut, është e turpshme dhe pa pranueshme se ajo zoja që sot të merrsesh, domethënë çdo rrjet social, në TikTok, në Facebook, edhe në televizione, mirret, postohet, komentohet, fyhet, shohet. Ajo është nonë dikujna. Absolutisht, pajtuna. Ajo është bie dikujna, ajo është motër e dikujna. Po, është grua e dikujt. Është grua e dikujna. Dhe mbi gjitha, sjelljet e saj nuk kanë qenë njerëzore ose fyese për askën, për asnjë parti. Po janë konë shfrenuese nga gëzimi. Absolut. Edhe puna që e foli Fitimi, e shpjegoj Fitimi, domethënë kjo është për cilë brez pas brezit ne, që kjo rrejhja të neqës, kome të arrejt të neqën, kome të largue, ose është përdur, do më thonë edhe kur ka pos gara futbolistike, ja rrehëm të neqën, e mojtëm, e largum për titullet, do të thotë nuk o një diçka. Më zgjoj edhe një diçka, do më thonë kureshtjen, Alberti që e përmeni, më herët do të thotë mënyra se si festohet. Ne duhet ta kemi të qartë. Unë besoj që çdo bashkëluftore dhe çdo njeri që ka kontribu për situatën dhe mendon të kontriboj për situatën, mos të godas nërbrez, sepse nuk është njerëzore. Neve duhet luftojmë gjithmonë për synimet tona, amanetin e gjithë luftarëve, patriotëve, veprimtarëve, që të arrim në pikën që neve duam, që e kemi edhe amanet, që kena e posë dhe betim, bashkimin e trojeve tona. Gjua e vrazhd nuk pranohet. Qëndrimet politike janë qëndrime politike. Synimet tona kombëtare duhet jenë për bashkëta. Unë veç edhe një, për politikantë. Unë besoj që fjala politik duhet mu përdor veç në diplomacinë e jashtme. Kurse mrena Kosovës duhet zbatohet ligji, duhet qohen programet përpara. Duhet zhvillohet edhe të sigurohet Kosova edhe gjitha trojet shqiptare. Sepse kjo është një problem shumë i madh. Baçaban, deshta mund dalë se ti e ki, nëse s'gaboj e ki edhe një radio apo televizion atje në diaspora, po? Po, unë bashkëpunoj edhe me njerëz, edhe është Mërgata, zëri Mërgatës bashkuar. Zëri Mërgatës bashkuar. Po, edhe do të thotë unë kom pas musafir. Një dartëgitje e modhe dhe një falenderojm për stafin e Baçaban atje që e ka, se ata bën punë të jashtëzakonshme, domethënë e s'përfaqin, domethënë atë dashurinë edhe shqiptarinë atje në diasporë. Po bashkëpunoj unë me shqiptarët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të thotë Kanada, Evropa, gjithsesi, edhe të gjithë politikantë edhe të gjithë njerëz që kanë dhënë kontribut kanë posë dhe kanë bë propagandë të mirë, pa e sulmua askonin. Kësë interpretimi, nxirrja për i kontestit, prerja e fotografive, filme, është një luftë propagandistike që e dëmton edhe e informon, e keq informon brezin e ri sidomos. Edhe dëmton interesin kombëtar. Absolut. Baçaban, pa dosht me se sonte si shpejt e hënëm se ty takon një emision dhe ju vetëm një emision i veçantë, po edhe më shumë,
pse ju na shtatë dokumentar për punën tonë. Deshta pak se kum dëgju kështu zora edhe gjatë biseda private me fitimin e kështu. Çka ke pas burrë edhe me kriminalin Radojčić? Ne kemi punuar në organet e sigurisë dhe ne kemi pas problem shumë të madh me pjesën ma ton lumi Tiber, se unë nuk i thom pjesa veriore se më duket që atë pjesë e largoj. Bravo, do të kitja mo. Pjesa ma ton lumi Tiber ka qenë pjesë problematike edhe unë mënyra se si është shti nën kontroll, situata, o shtri sovraniteti, mu më ka gëzu shumë, me qenë se që kemi hup një hero, një kolegë. Veçaj si so shqiptarë në gëzu? Absolut. Një hero Afrim Bunjakun, cilën e kom njoft personalisht, e kom njoft edhe karakterin edhe për bërjen e tina, do me thonë veprimin e tina dhe krejt, se ka qenë njeri mrekullushëm, një polic, një instruktor shumë i zoti, e kemi hup një, po pa morë parasysh, unë e kom menduar, si një si mirë aty në rrethonave, që kena me hup njerëz shumë ma shumë, se unë e di që Albini dhe politika cilën e më dheq, nuk kalshu pe, edhe nuk do të shumë pe, e di, jam i sigurt 100%. Edhe ngritjen e Radojčićit, Veselinovićit, grupeve kriminale në atë pjesë, qelave edhe mjekrave, pikrisht i ka ngritë shqiptarët. Me keqardhje. Kush për shembull, akuzojmë janë? Është biznisin në tokës. Nuk dua të ceku emna, është biznisin në tokës. Radojčići pas lufte, do me thonë kini edhe video në YouTube edhe në rrjetet sociale, do të thotë që ka dëshmi që ka qenë ekzekutor, do me thonë, për krime lufte. Si notoj, si u bo një oligark, si u bo një perandor Radojčići, edhe u la, i lirë me vepru edhe me ndërtu gjithat perandori. Unë e kom arrestu e Radojčićin. Ku se kam informacion që në për kalamo që ke di? Absolut, është i njekun, jo veç pej meje, po pej ekipeve që kanë qenë të punue. Kur herën e parë, kur është akuzu për vjedhje dhe bashkëtim vetura? Ka qenë vjedhë si veturave, në fillim. Hajduk. Hajni vetura, shpreh në kështu matjet, hajnë klasik. Dhe me kalimin e kohës, do me thonë, biznesmenet edhe njerëzit që janë merë me në tokën e Mitrovici se kanë botë fort. Radojčići ka qenë veç një hajnë, Veselinovići veç ka qenë veç një hajnë. Këtu ka posni për televizione, do me thonë, edhe njerëz të hetuesis, njerëz që e kanë ditë problematiken, që e kanë dokumentuar, do me thonë, këto qa po thomone. Po unë jam njoni për njerëzve edhe mu më kujtohet rosti, kur i ka vidh kerët, do më thonë, në aeroport, i ka aksidentu. Disot kerët policisë dhe Nadakov se kanë lon kerën, i kanë rru kerët, në Smrekonic është nol, është arrestu, ja u kemi dërzu organeve, do më thonë, të ranit Nadakovc. Aty kam pësu lëndime, do më thonë, të i njek në për Kalamoq edhe kolegë tonë, edhe është rosti si rast. Unë e po që ditna me një, qyshe Radojčići me u pranue edhe në fushën politike, me u bo një zavendës, edhe gjitha ato rostet hopora që i kohë, nuk përmenën. Nuk e kam pengue. E plus shëbonë me hi mbajnë s'ka qysh? Absolut. A ke qenë djeniti pas qabon ma herët? Jo, se unë në 2013 e kom shu Kosovën, fatkeqësisht, për problemet mija personale, do më thonë, dhe une, do më thonë, për informacionet që i kom morë, se kam lidhja apet, une kam njerëz dhe jetën e kam lidhën këtu, une rojt i kam këtu, edhe pse jam atje, une gjithherë frymoj edhe kur i qeli sytë e shok Kosovën. Absolutisht, pajtë unë aplësisht. Po Radojčići, si Radojčići edhe Veselinovići, edhe gjithë aja klik kriminale, nuk ishin mujtë me jetu edhe me mbjetu, me ndërtu gjithat jetë. Perandori, do më thonë. Pa i një mu dikush. Pa i një mu dikush. Po, pyetja që e bon kret, kur në shuj në emision, thujnë, me pyet Basin Shaban, që shu po puna që e këm brata, pështu, se në s'kena po që me pështu, durën zama. Unë për veti ju, në shta jam nacionalist. Unë e përgëzoj inteligencën e Republikës të Kosovës, organet e sigurisë, ata që e kanë bo një platformë veprimi, do më thonë, një plan veprimi, dhe kanë arrit shumë shpejt, do më thonë, mi ngrit dronat, edhe me morë fotografit qarta, edhe unë po besoj. Po besoj që Evropa, edhe shtetet që kanë dorë, edhe kanë njerëz të inteligencës, kanë intervenue, edhe për mos me elon, me eskalu situata, edhe me kalu në diska tjetër, e kanë lon një koridor qilë. Unë po besoj që jashtja ka dorë.
Edhe plus asoj, çka më ka tërhiq kureshti në kështu me ditë, pelegrind, cilët janë legjitimue, i kanë marrë shënimet. Ata që thuhet që kanë qenë nga fusha e Banatës ose Vojvodinës. Po. Pse bashkëdite? Pse ai armatim rreth kishës? Do të thot aty ka pos më bo një sulm për mrena edhe më sulmu shteti Kosovës. Me udoja pjesë. Po, më aneksuaj. Më aneksuaj pjesë. Si krimes. Po, dashti zoti, do më thonë inteligenca, edhe me shtetet mike se asoj deputetes, asoj angleza, atje që, po, Alicia, do më thonë që e ka informu, aja me ato e ka informu më spori bashkësinë ndërkombëtare. Po, ka po thire që këtë manastiret me... Absolut. Gjo që i kam pos këto informacione edhe qeveria, edhe qeverita Hashim Thoqës dhe Isa Mustafës që në për manastire është disloku armatim. Ka armatime. Unë kom pos kontakt edhe me minister punëve të brendshme, Niko. Ju më kom zyretina, kom bisedu, s'po du me që i kemna. I ka pos informacionet. Edhe ngritja e krimit, keret informacionet i kanë di. Pse jënë mbulue, edhe jënë hesht, është diska tjetër, është çështje e kohës edhe organeve inteligjente. Unë po them që njerëz profesionist janë në vendin e duhur, janë të veprue, shteti i Kosovës po forcohet, pa marrë parasysh ngjyrime politike aty në konotacioneve që i japet, shteti i Kosovës po forcohet me njerëz profesionista, se kur të na vinë, domethënë pe shkollave me emën, si pilot, si njerëz të inteligjencës, si njerëz të komsorisë, domethënë që na vinë me grada me ase, shteti i Kosovës ditë për ditë po forcohet. Dhe kjo është e mira që shkovë sërbi, po e din që tash nuk ka të bëj me një ushtri vullnetare, me gjaukun që vlan e që i ka dalë në përvijat frontit, që është vetë organizu. Tash shteti organizon. Shteti organizon edhe une jam njëni për aty në njerëzve që bëj thire gjithë herë fondin e sigurisë me financu edhe bëj thire pej qëti emisionit, mos e ndalni ndihmën për fondin e sigurisë, për shkak se sa më e fortë është Kosova. Kombi shqiptar do të forcohet në tanësim përgjithësi. Unë po them pe kondit tem kur e shoh, që nëpërmes Kosovës po forcohet edhe Shqipënia. Bravo, absolutisht. Bravo. Masavar, për mua është dera kënaqësi gjithmonë me qenë, uroj me qenë bashkë me një emision. Sonte patëm pak minuta në dispozicion. Unë të falenderoj shumë që ke gjetë kohën edhe mundësinë. Ishte kënaqësi, me qenë se që po them të drejtën tash për gjithë shikuesit edhe gjithë njerëz që më njohin edhe që e dinë se çfarë retorike edhe çfarë fjalori përdori on. Unë televizionet tona nuk i kam në huj edhe nuk i përcjelli pak shumë. Sadre, nëse një televizion serioz, një gazetar hulumtuz shpërndon lajme të rreme, godet në nerbrez dhe bën informim, keq informim. Dije që është rreziku më i madh sepse gjithçka qitet në kryq. Bindjet politike duhet me u nda pe qëllimeve kombëtare. Nëse ne duhet, unë e kam një shok në TikTok edhe në jetën e përditshme, dje ka bërë një deklarat shumë të fortë në protestë në Tiranë, është Meçan Zotaj. Është pjesëtari i ushtrisë shqiptare të Kosovës, i plagosur, edhe e ka bërë një thirrje për Edi Ramën, është thirrje shumë e pastër, me bazë edhe me kom në tokë. Mos na detyrojnë, edhe mos na shtynë me marrë hapa ekstrem, për shkak se Kosova nuk është e veç një partije, një individi, është e gjithë edhe Shqipëria, është e gjithë shqiptarëve. Është e gjithë shqiptarëve, nëse neve luftojmë tonë si shqiptarë për tanësinë e kombit tonë, atëherë jemi shumë në rrezik. Respekt për juve, faleminderit shumë. Albert, përfundi mesazh? Fajtuana me mesazhin e mikut tim të kahershëm edhe besoj që vërtet është gjithherë është mirë me qenë bashku në kauzën në ideale të lera tona të përbashkëta, edhe vërtet po mendoj që si në asnjë vend tjetër në Kosovë, në veçanti u bën shumë përqarje edhe krejt për shkak të politikës. Se në di që jemi popull bujor, fesnik, kandidatar, patriot, po është politika kryesisht, pavarësisht cila parti. Në Kosovë është një dozë e madhe përqarjes
Për shkak se uroj që këtë duhet profesorës, këtë prind profesorës mos ta mrin brezat të rinj. Se nuk e Faleminderit meritojnë. shumë. Fitim, çka për fund? BMW na kemi shita ju drejt kallza. Vallai sa ta shes. Ha? BMW-ja kam. Sa orë me shet? Një 10 i bën është. 10, ha? Albania ta ka lyp me krok drejt kallza. Ja, më qartë. Hiç. Une i bëj thirrje kejt politikanëve Kosovës e Shqipënisë e kena një luftë mrena, po nuk kena të e po. Po së di sa në kuptani, do me thonë, Albertja, Bëci Shabana, te, Po. për rrit një thmi, për bo 18 vjetë, ju luft në që një be fabrika, mund të një pështy një thmive të unë, o leni që kanë bo për pora, ato janë të kalume, që ta është punani, mos e hop një rinien, e kena një luft rinia në shkoj o djenë. Ah. Dojna me metë si në Naferide, me ta një rathot. Si në qendrejs aty që kam me vetë, në E, betone. na është një luft që po na i morën thmin Hazër. Pse pe lejojnë në ato? Na do të me punue natë e ditë. Që luft me ndalue. Shkit na i kanë mytë, e kena vorën ku e kena, që do e ki babën, nonën, vllahën, kejt i kije. Ta është e kena një luft kejt, po s'jen të e po njeri. Poplit nuk ka të e po. Unë i lësë protest masive, që kjo në kisha bo një protest masive, mës milion thmine të unë më në shku largë. Na e kena një luft që tash për na i mysi thmin për zgjallëve. Për shemëll, Bëci Shaban është Suedi. Mi thonë Bëci Shaban këthev, kjo njeri i hupt. Për marrë shemëll, apo Po, kuptan. po, s'ka problem. Diaspo, qa janë? Falë më shpreje që po thëmë, amo janë njerës të hupt. Boa kia, mosha Bëci Shaban, ka qef me orë në Kosovë. Thëtë, po shkojnë në Kosovë, nuk i vje gruja, nuk i vje thmija, se e kanë bo. Bazën ato mos këtheje që e gjenerat. Janë njerës të hupt. Mos të up me trit bile. Qita tri, i lësë, Albin Kurtin, sefte, bi thëmë Albin Kurtin, për e zotë zotë. E preken pak emocionet. Fitën është e njëjta. Fitimi për ndryshe se unë s'kom desht, po fitimi është adhëtori madha. Që aty në gjyks për kamerën se ky s'do me zbulu, po unë kom ja zbulu. Këto e kon zemër Gjergj Kastriutin, kjo nuk e garegji. Që e kamera. Dar të kiti e mohë për fitën. Dhe me thonë, me një si fitimi... Edhe tjetra, unë Po, nuk fit. e du politikën, unë e du populli ma shumë se politikën. Mu së më interesa politikën, mu më interesa populli jam. Sa dhe kena Albinin, nisa se kena. Do me thonë, ma shumë unë ka populli jam se ka politika. Unë e du popullin tem jetën e dhopër. Bravo. Albert, faleminderit shumë. Përshëndes, respekt. Basa Shaban, faleminderit shumë. Fit Ishte knasi. të dua së Drenisën, faleminderit shumë. Respekt. Faleminderit edhe shikuesve, natën e mirë, themi kaq të E personave. qëre një mesazh për javë juve. Po. Albert Drenica, o këthuj ka PD-ja, respekt, ka drejt, Faleminderit shumë. se cili qytetarë. Ka drejt me përkro krejt, kështu që Vazhdoni bashkë. vazhdojnë bashkë, kusht fiton, Bravo, jep faleminderit jatorën. shumë. Kosovën e ketë bashkë. Faleminderit shumë. Normal.